Shënohet viktime 63 nga zjarri në Koçan, ndroi jetë antari I fundit I grupit muzikor DNK, këngëtari Vladimir Blazhev Pancho. Presidenti Slovak viziton Shkupin, konfirmon mbështetjen për Maqedoninë e Veriut në rrugën europiane. Vetëm 35% e pjesëmarrësve në fushat dorëzuan raportet e donacioneve tek Komisioni Antikorrupsion. Pas 44 viteve paralajmërohet rikonstruimi I stacionit hekurudhor. Projekti pritet finalizohet brenda 5 deri 6 viteve. Të nderuar shikues, përshëndetje. Edhe një viktim nga tragjedia e zjarrit I cili natën e 16 marsit shpërtheu në diskotekën Puls në Koçan. Ka ndruar jetë këngëtari Vladimir Blazhev Pancho, antar I grupit muzikor DNK I cili po kuroi në spital pas lëndimeve të marra nga tragjedia në Koçan. Pancho ishte në mesin e dyshuarve lidhur me këtë tragjedi, por procedura e tij ishte ndërprer për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Sot është shënuar viktima e 63 nga tragjedia e zjarrit në diskotekën Puls në Koçan, si pasojë e problemeve me organet e frymarrjes të dëmtuara nga zjarri. Ka ndëruar jetë këngëtari Vladimir Blazhev Pancho, antar I grupit muzikor DNK, I cili ishte lënduar rënd në natën e 16 marsit. Pancho është kuruar me muaj pas tragjedisë, por ka patur lëndime serioze në organet e frymarrjes dhe djegje të shumta në trup. Ai ishte I vetmi antari I grupit të famshëm I cili mbijetoi në atë moment të tragjedisë. Nga prokuroria themelore publike ka njoftuar se trupi I tij është dorëzuar për obduksion. Prokuroria do të lëshojë urdhër për kryerjen e autopsisë së personit për të cilin procedura ishte ndërprerë përkohësisht pikërisht për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Lidhur me zjarrin në Koçan, prokuroria ka ngritur akuza për 52 persona fizik dhe 3 persona juridik. Zjarri I tmerrshëm që shpërtheu natën e 16 marsit mori me vete 62 jetë të reja dhe la të plagosur 200 të tjerë. Tragjedia ndodhi kur shkëndijat nga mjetet piroteknike të përdorura gjatë shfaqjes ndezën tavanin e diskotekës, duke bërë që zjarri të përhapej me shpejtësi, duke shprehur pakënaqësi dhe revolt për trajtimin e kësaj tragjedie nga institucionet kompetente. Familjarët e viktimave dhe të lënduarve kanë mbajtur qindra protesta dhe marshe. Nga marshi I fundit para disa ditëve, ata kanë filluar me bllokimin e rrugëve të qytetit në Koçan nga 1 orë në ditë, duke kërkuar përshpejtim të procedurave gjyqësore dhe drejtësi për viktimat. Kryeministri Hristian Mickoski tha se kjo qeveri nuk ka ndërmend të humbas më dinjitetin dhe fytyrën e saj. Ai pret që vizita e kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të riafirmojë qëndrimet e shtetit se qëllimi strategjik është antarësimi në Bashkimin Evropian. Nga vizita e kryetarës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, pres që të riafirmojmë qëndrimet tona si qëllimi ynë strategjik është antarësimi në BE dhe shpresoj se edhe BE do të na ndihmojë në këtë çështje. Kështu ka deklaruar kryeministri Hristian Mickoski pyetur për vizitën e nesërme të komisionerës evropiane. Mickoski tha se RMV do të jetë këmbëngulëse në ruajtjen e dinjitetit të saj gjatë kësaj rruge. Pres që të reafirmoj qëndrimet tona se qëllimi ynë strategjik mbetet antarësimi I plot në BE në një farë mënyre gjatë 25 viteve të fundit, ka qenë sikur e kemi humbur nga dalë fytyrën tonë, kemi ecur në atë rrugë. Shpresoj se do të ketë rezultate edhe nga BE-ja, në mënyrë që të paktën të harruajmë pak fytyrën tonë para se të hymë, sepse me fytyrën dhe dinjitetin e humbur, as atyre nuk do të kryen punë dhe kjo qeveri nuk ka ndërmend të humbas më dinjitetin dhe fytyrën e saj. I pyetur lidhur me njoftimet e von der Leyen për hapjen e qendrave të inteligjencës artificiale në RMV dhe Serbi, Mickoski tha se bëhet fjalë për një projekt të iniciuar nga qeveria, përkatësisht Ministria e Transformimit Digjital. Është një projekt që është shtyrë nga qeveria, pra Ministria e Transformimit Digjital,
Është një gjë shumë e mirë për qytetarët e vendit, sepse për herë të parë do të shfrytëzojmë burimet tona vendase. E bëm këtë me fakultetet e Fejtit dhe Finkit, dhe kjo është diçka për të cilën jam vërtet i emocionuar dhe i lumtur. Bëhet fjalë për kofinancim të përbashkët me vlerë rreth 5 milion euro. Kryetarja e Komisionit Evropian von der Leyen ditën e djeshme nga Tirana ka filluar turneun e saj treditor në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ditën e nesërme ajo do të qëndrojë për vizitë në Shkup. Siç ka njoftuar nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit të saj në Shkup, von der Leyen do të takohet me presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, kryeministren Hristijan Mickoski dhe kryeparlamentarin Afrim Gashi. Slovakia mbështet rrugtimin e Maqedonisë Veriut për integrim në Bashkimin Evropian. Presidenti slovak Peter Pellegrini, i cili ishte në Shkup, tha se integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE do të forconte sigurinë e tërë Europës. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova ka pritur sot në takim homologun e saj slovak Peter Pellegrini, me të cilin ka diskutuar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Siljanovska tha se Slovakia është një nga mbështetësit tanë më të besueshëm dhe më të përkushtuar prej vitesh për integrimin evropian, dhe se këtë nuk e bëri vetëm në kuadër të grupit të Vishegradit, por edhe me pjesëmarrjen aktive në grupin miq të Ballkanit Perëndimor. Të dy presidentët ndajnë qëndrimin se zgjerimi duhet të bazohet me kriteret e Kopenhagës, nga të cilat nuk duhet të shmangemi, pra të bazohemi në merita dhe rezultate dhe të mos varet nga kushte shtesë politike jo racionale. Ne vazhdojmë të kontribuojmë në mënyrë aktive për sigurinë kolektive dhe rajonale, sepse ajo siguri është edhe siguria jonë. Me Slovakinë na lidh edhe trashëgimia e përbashkët e vëllezërve të shenjtë Kirili dhe Metodi, marrëdhënie të forta kulturore dhe një miqësie gjithanshme dhe afatgjate. Ndërkaq presidenti slovak Peter Pellegrini tha se mbështet rrugtimin e Maqedonisë së Veriut për integrim në Bashkimin Evropian. Sipas tij, integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE do të forconte sigurinë e tërë Europës. Zgjerimi i BE-s, duke përfshirë brenda pjesën e Ballkanit Perëndimor, është mënyrë përmes së cilës do të financohet siguria e të gjithë Evropës. Sinqerisht, më vjen mirë që Slovakia ka raporte miqësore me vendin tuaj, siç edhe përmendet, rënjët shkojnë tek vëllezërit e shenjtë Kirill dhe Metodi, sepse ne jemi miq në NATO dhe qendrat tona ndihmojnë për forcimin e sigurisë. Ndërkaq, ministrat e jashtëm të të dyja vendeve nënshkruan memorandum bashkëpunimi në sferën e ekonomisë. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit njofton se raportet të pranimit të donacioneve kanë dorëzuar 35% e numrit përgjithshëm të pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale 2025. Sipas kodit zgjedhor, pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale të 2025 janë detyruar të dorëzojnë raporte mbi donacionet e pranuara gjatë procesit zgjedhor, si burimi financimi i tyre, si dhe një raport të përgjithshëm financiar me të dhëna mbi të ardhurat dhe shpenzimet totale të fushatës zgjedhore brenda afateve të përcaktuara me ligj, gjë që lejon monitorimin e ligjshmërisë së financimit dhe shpenzimit të fondeve nga institucionet kompetente, si dhe shikimin e publikut mbi burimet e të ardhurave dhe mënyrën e shpenzimit të fondeve në fushatën zgjedhore, me qëllim forcimin e besimit në procesin zgjedhor. Sipas afatit për dorëzimin e një raporti mbi donacionet e pranuara në një llogari transaksioni për një fushatë zgjedhore për periudhën nga hapja llogarisë deri në ditën e 11 fushatës zgjedhore, pra duke përfunduar më 09/10/2025 deri në orën 24:00 në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit u dorëzuan gjithsej 61 raporte që përbën pak mbi 35% numrit përgjithshëm të pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. Kreu i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, Nuhi Aliu, ka takuar krerët e Vlenit dhe kandidatët për kryetar komunash nga ky koalicion, ku kanë diskutuar për problematikat e zonës ekonomike të Vizbegut, Sarajt dhe probleme tjera me cilat përballen bizneset. Kandidati për kryetar të komunës Çairi Tizet Mexhiti, i cili foli në emër të koalicionit, tha se ata do t'i trajtojnë me prioritet problemet e zonës ekonomike të Vizbegut.
Kanë vazhduar edhe sot takimet e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore me përfaqësues të partive politike në prag të zgjedhjeve lokale, takime në të cilat përfaqësues të bizneseve kanë kërkuar rregullimin e problemeve lokale me të cilat përballen në përditshmëri. Pas LSDM-s dhe VMRO-s, kreu i Odës Ekonomike, Nuhi Aliu, ka takuar përfaqësuesit e Vlenit me një përbërje të zgjeruar, të cilën përveç krerëve të këtij koalicioni kishin ardhur edhe kandidatat e shumt për kryetar komunash. Aliu tha se me përfaqësues të Vlenit ka diskutuar për problematikat e zonës së Vizbegut, Sarajit, po edhe problemeve të tjera me të cilat përballen bizneset. Ne jemi të vetëdijshëm se çfarë rrugë kemi, me çfarë problematika, për çdo ditë ne ballafaqohemi, kemi edhe raste ku ndonjëherë paraqiten, incidente në komunikacion për shkak të gropave dhe rrugës e cila nuk është si duhet funksionale. Prandaj prioritet të veçantë do t'i kushtojnë përfaqësuesit të cilët janë edhe nivelin qendror, edhe nivelin lokal. Në emër të koalicionit Vlen foli kandidati për kryetar të komunës së Çajirit, Izet Meçiçi. Ai tha se koalicioni do t'i trajtojë me prioritet problemet e kësaj zone të rëndësishme për ekonominë e vendit, në të cilën punojnë qindra persona. Këtu i duhet një kryetar i ri i qytetit Shkupit bashkë me qeverinë dhe me komunat që janë përreth, ta ndihmojnë zonën e cila i jep më shumti për mbush arkën e shtetit me tatime që paguhen dhe me punëtorët me mira punëtor që ka. Siç tha, rruga Hasan-Prishtina, rruga Kaçanikut dhe këto duhet të jenë rekonstruuara dhe në funksion të zonës ekonomike. Problematikat e njëjta dhe premtime se të njëjta do të rregullohen ka dhënë të hënën edhe kryeministri Hristijan Mickovski, i cili takoi përfaqësuesit e Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore bashkë me kandidatët e VMRO-s për kryetar komunash se këto probleme do të zgjidhen nëse ata fitojnë në qytetin e Shkupit, ka premtuar edhe Venko Filipçe, kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për Komunën e Sarajit, Blerand Ramadani, ka shpalosur sot programin e tij me cilin kërkon votën e qytetarëve të Sarajit. Ramadani tha se platforma zhvillimore për këtë komunë përbëhet prej 10 pikave, duke filluar nga ekonomia lokale, zhvillimi vendor, infrastrukturë të barabartë për gjithë, arsim, kulturë dhe inovacion. Gjithashtu përmendi se në programin e tij parashihet dhe mjedisi i pastërt, agjenda e gjelbër, qeverisja e hapur dhe transparente. Ramadani tha se Saraj posedon edhe pasurinë natyrore dhe për këtë arsye ai u zotues se do të kujdeset për çdo cep të komunës, duke zhvilluar matkën me qëllim që turistët vendas dhe të huaj të kenë kushte dhe mundësi më të mira për të vizituar atë pjesë të Sarajit. Sport si dhe inovative në këtë platformë, po edhe si risinë përgjithësi është aspekti i sigurisë publike dhe shërbimet emergjente, pasi që ne vlerësojmë se parandalimi i fatkeqësive natyrore, po edhe siguria në punë janë segmente shumë të rëndësishme për sigurinë e qytetarëve të Sarajit, pasi që çdo jetë e njeriut për neve vlen shumë. Është shumë e lehtë të rrëzosh, por shumë e vështirë të ndërtosh, prandaj këto 15 muaj kemi ndërtuar me kujdes, tull pas tulle dhe kemi ngritur themelet e shtetit. Kështu deklaroi kryeministri dhe njerësh kreu i VMRO të PMN-s Hristijan Mickovski në tubimin organizuar në qytetin e Velesit në kuadër të fushatës zgjedhore. Numri 1 i VMRO të PMN-s tha se në vitin 2024 vendi ka pasur rekord historik të investimeve të huaja direkte prej 1.255 miliard euro, duke vendosur Maqedoninë e Veriut si shta lidere në rajon dhe në top 3 vendet në Europë për kokë banori. Можем да кажем дека Vetëm në thirrjet e para, përmes Ministrisë së Qeverisjes Lokale, ndam 350 milion euro për komunat, ndërsa përmes programeve të resoreve të ndryshëm, përmes disa ministrive, ndam edhe 150 milion euro shtesë për komunat. Gjithsej, gjysmë miliard euro, asnjë qeveri që nga pavarësia e Maqedonisë gjatë mandatit të saj nuk ka ndarë gjysmë miliardi euro për komunat. Ne e bëm këtë për vetëm 13 muaj. Partia opozitare Maqedonas LSDM në kuadër fushatës zgjedhore ka mbajtur tubim në Koçan. Kryetari i kësaj partie Venko Filipçe, duke i referuar deklaratës kryeministrit dhe rivalit të tij politik Hristijan Mickovski, i cili tha se në Koçan shkon me kokën lart,
Tha se në Koçan, askush, as një politikan nuk mund të shkoj me kokën lartë. E shtoj se me kokën lartë nuk shkote njerëzit që me muaj të tërë kërkojnë drejtësi. Filip që theksoj se gjatë vitit kaluar përpjekja e tij ishte fokusuar në ndryshime thelbësore në gjyqësor, në institucionet dhe për reforma rrënjësore, duke shtuar se e vetmja rrugë përpara për shtetin është përmes reformave të vërteta dhe të thella, të cilat sipas tij do ta ndryshojnë sistemin nga themeli. Prandaj, gjatë vitit të kaluar u përpoqa për një ndryshim të vërtet, të sinqert reformues të këtij shteti, u përpoqa të bëjmë reforma të thella në sistemin gjyqësor dhe në institucione, u përpoqa të shtyjmë vendin përpara drejt BE-s, sepse vetëm kështu, besoni, mund të ndryshojmë gjërat nga rrënjët. Magazinat e fabrikës Slavia në komunën e Kislavodës mund të shndrohen në një hapësirë publike të rregulluar dhe multifunksionale për skenën kulturore alternative, industrinë kreative dhe funksione të tjera dedikuara për të rinjt dhe për qytetarët në përgjithësi. Kështu ka deklaruar kandidati i pavarur për kryetar të qytetit Shkupit Goran Markovski, i cili mbështetet nga platforma qytetare të pavarur së bashku. Ai bëri thirrje që të ruajnë dhe të shfrytëzojnë këto hapësira si trashëgimi ndërtimore që mund të marrin një funksion tjetër, e jo si sa ai të shndrohen në ndërtesa gjigante banimi që vetëm se ngulfatin më tej qytetin. Në konferencën për media foli dhe Jana Balcheva Andreevska, barse listës për këshilltar në qytetin e Shkupit nga platforma qytetare, e cila tha se në vend që gjithmonë të shkatërrohet dhe të ndërtohet sërish, është mirë të ndjeken parimet e ekonomisë qarkore dhe shembujt e metropoleve europiane. Të ruajmë dhe të shfrytëzojmë këto hapësira, si trashëgimi ndërtimore e cila mund të marrë funksion tjetër dhe jo të shndrohet në objekte banesore koloniale, të cilat do ta ngulfasin në mënyrë shtesë këtë qytet. Në vend se vetëm të rënohet dhe të ndërtohet sërish, është mirë të ndjekim edhe parimet e ekonomisë cirkulare dhe shembujt e metropoleve evropiane. Të restaurojmë objekte të këtij lloji, të japim jetë dhe të marrin vlerë të re në kohën e re që po jetojmë. Stacioni hekurudhor pritet që të rikonstruohet. Projekti që pritet realizohet nga Kuruda e Maqedonisë Infrastruktura dhe Fakultetet e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pritet të finalizohet brenda 5 deri 6 viteve. Drejtori i Hekurudhave tha se paralel me stacionin hekurudhor do të lëshohet në përdorim edhe hekurudha e shpejtë e korridorit 10 dhe linja hekurudhore deri tek aeroporti i Shkupit. Pas 24 vitesh, paralajmërohet rikonstruimi plot i stacionit hekurudhor. Këtij objekti të rëndësishëm premtohet se do të jepet jetë me projektin e ri, por duke ruajtur pamjen e saj autentike. Projekti që pritet të realizohet nga Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura dhe Fakultetet e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pritet të finalizohet brenda 5 deri 6 viteve. Qëllimi sipas drejtorit të Hekurudhave Sinisha Ivanovski është që paralelisht me stacionin hekurudhor të lëshohen në përdorim hekurudha e shpejtë e korridorit 10 dhe linja hekurudhore deri tek aeroporti i Shkupit. Nëse vlerësojmë se parafërsisht nga fillimi i ndërtimit të hekurudhës së shpejtë do të duhen rreth 5 vjet deri në fund, supozojmë 2 vite do të duhen punë ndërtimore për të gjithë rikonstruimin e këtij stacioni. Nëse përfundojmë me projektin për 1 vit nga sot ose 1 vit e gjysmë, pas kësaj për financim do të shkohet ose me para të buxhetit shtetëror. Opsioni i dytë është të bëhet huamarrje nga Bersh dhe Banka Botërore, por nuk e përjashtojmë mundësinë që të hyjë në partneritet strategjik me Britaninë e Madhe. Aneta Kristova Popovska, dekane e Fakultetit të Arkitekturës, u shpreh se fillimisht do të bëhet dokumentimi dhe analiza e dokumentacionit origjinal të stacionit hekurudhor dhe ndërtimi do të bëhet në 3 faza. Do të ketë ndërtime e përmbajtje që do ta bëjnë ndërtesën një qendër sociale dhe një platformë të hapur për jetën kulturore dhe publike të banorëve të Shkupit, të cilët nuk do të vinë këtu vetëm për trafikun hekurudhor, por edhe për jetën kulturore. Në këtë kuptim, ne do të rishqyrtojmë aspektet origjinale të dizajnit të Kenzo Tenç. Do të jemi shumë të kujdesshëm për të ridizajnuar në mënyrë të sofistikuar të gjitha aspektet. Dekani i Fakultetit të Ndërtimtarisë Josif Josifovski deklaroi se përfundimisht ky projekt i vonuar do të ketë fillimin e tij dhe detyra e tyre do të jetë që të bëjnë rikonstruimin e plot dhe rehabilitimin e të gjitha elementeve të korridorit hekurudhor 10.
nukleusët jadro të në. Edhe vetë pista do të përfshihen me këtë projekt. Ne do të sigurojmë të gjitha kushtet dhe standardet që zbatohen në të gjitha vendet e Europës perëndimore. Pjesëmarrja e fakultetit të ndërtimtarisë është një premtim dhe një garanci për cilësinë e punës së kryer. Hera e parë kur ishte lëshuar në përdorim stacioni hekurudhor ishte korriku i vitit 1981. Që sot vendi ynë do të ketë Qendër Nacionale për Inteligjencë Artificiale. Qendra do të jetë njësi shoqëruese e Fabrikës Europiane të Inteligjencës Artificiale Pharos me seli në Greqi. Projekti ka vlerën e 6 milion euro që të realizohet me mbështetje financiare të Bashkimit Evropian. Që sot vendi ynë do të ketë Qendër Nacionale për Inteligjencë Artificiale. Ministri i Transformimit Digital Stefan Andonovski, duke prezantuar këtë projekt, tha se ky projekt kapital është e një rëndësie historike për Maqedoninë e Veriut. Qendra do të jetë njësi shoqëruese e Fabrikës Europiane të Inteligjencës Artificiale Pharos me seli në Greqi, e cila do të ofrojë institucioneve, studiuesve, kompanive dhe startupeve qasje në superkompjuterët europian dhe hapësirat e të dhënave të përparuara. Misioni i saj do të jetë të krijojë një ekosistem kombëtar për aplikim të përgjegjshëm dhe të besueshëm të inteligjencës artificiale në 5 fusha prioritare. Ky është një projekt kapital me rëndësi historike dhe kombëtare, një faqe e re në zhvillimin digital të Maqedonisë, në të cilën qeveria, universitetet dhe industria ndërtojnë së bashku një sistem kombëtar për inteligjencën artificiale. Me këtë, vendi ynë bëhet pjesë aktive e rrjetit evropian të qendrave për inteligjencën artificiale. Ky është një hap thelbësor për komunitetin tonë shkencor, teknologjik dhe inovativ. Ai u bëri thirrje të gjitha institucioneve shkencore akademike si dhe sektorit privat që të kyqen në këtë projekt kombëtar me dimension evropian me qëllim ndërtimin e një Maqedoni të mençur, digjitale dhe inovative. Projekti ka vlerën e 6 milion euro dhe realizohet me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Është me temë lajmet, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se Mali i Zi është vend pioner në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se ky qëllim mund të arrihet shpejt nëse ruhet vrulli aktual. Mali i Zi nuk është vetëm i përkushtuar ndaj të ardhmës europiane, është jashtëzakonisht i apasionuar pas saj. Ju jeni në një pozicion udhëheqës të padiskutueshëm në procesin e antarësimit, deklaroi presidenti e Komisionit Evropian pas takimit të saj me kryeministin malazez Milojko Spajic në qytetin Tivat në Malin e Zi. Siç theksoi zyrtare europiane, duhet të përshpejtohen reformat në fushën e sundimit ligjit, të ketë transparencë në prokurimet publike dhe në këtë mënyrë të dërgohet një sinjal se Mali i Zi është një vend i besueshëm për zhvillimin e biznesit. Kryeministri i Malit Zi Milojko Spajic vlerësoi se BE-ja është partnerja më e rëndësishme strategjike dhe investuesja më e madhe në Mal të Zi. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez tha se paqja në Gaza nuk duhet të vijë në kurriz të drejtësisë, duke thënë se ata që janë përgjegjës për mizoritë duhet të mbahen përgjegjës. Paqja nuk mund të nënkuptojë harres, nuk mund të nënkuptojë pandëshkueshmëri, tha Sánchez në një intervistë për radion Cadena Ser. Ata që ishin aktor kryesor në gjenocidin e kryer në Gaza duhet t'i përgjigjen drejtësisë. Kemi shumë punë përpara, ka shumë pyetje të hapura, tha Sánchez. E shtoi se Spanja dhe Europa do të luajnë role kyçe në përpjekjet për paqe, jo vetëm në rindërtim, por edhe në formësimin e një zgjidhjeje me dy shtete dhe paqe të bazuar në të drejtën ndërkombëtare. Ai nuk e përjashtoi mundësinë e dërgimit trupave spanjolle në rripin e Gazës si paqëruajtës. Sánchez konfirmoi se Madridi do të mbajë embargon e armëve ndaj Izraelit derisa të konsolidohet anëpushimi dhe procesi të shkojë përfundimisht drejt paqes. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues, ndërsa ne do takohemi sërish në lajmet orës 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.